Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV për të treguar ngjarjen më të fundit. Do me thënë rikthehet në YouTube kënga e Eglit edhe Fifit. Unë e kam thënë para disa ditësh, e keni dhe në kanalin e YouTube-it, kënga nuk ka qenë e fshirë, por ka qenë privat. Do me thënë ka qenë e ndaluar për publikim, privat, jo e fshime nga YouTube-i. Egli dhe Fifi, në fakt, Fifi është ajo që ka postuar promon e këngës në Instagram dhe ka bërë tak Eglin. Eglin nuk e ka nxjerrë vetë videon. Tani kënga është kthyer në kanalin e Fifit në YouTube, siç ka qenë. Reelsi është publikuar në Instagram, do me thënë në storyn e Fifit janë publikuar të dy pjesët e këngëve Shuj Shuj dhe Ku je nis, që kjo nënkupton që Fifi dhe Egli, si me thonë, si që duket, janë marrë vesh që të vazhdojnë kënga të qëndron në YouTube, ja kanë paguajtur ndoshta ndonjë pjesë Eglit, atë që Egli ka kërkuar, do me thënë, për atë zënkën që patën për pjesën financiare, dhe në momentin që Egli ka marrë atë që i ka interesuar, automatikisht kënga është lançuar në YouTube. Pse ndodh kjo gjë tani? Pse unë e kuptoj kështu? Sepse unë e kam thënë edhe ditë më herët që kënga edhe mund të rikthehet përsëri. Tani, kënga është rikthyer në kanalin e Fifit. Në kanalin e Eglit në Instagram, do me thënë në faqen e Eglit në Instagram, Egli është bërë tak, do me thënë nuk e ka publikuar ajo vetë reelsin e këngës, është bërë tak nga Fifi. Në story të Fifit janë publikuar të dy këngët që nënkupton që do me thënë komplet këtë gjën, komplet këngën, komplet projektin, Fifi e ka marrë për mbi vete. Dhe Egli, si që duke, do me thënë tani, si që duke, si që po del, mbetet vetëm një eftuar në këtë këngë nga ana e Fifit. Dhe që të mos i humbin klikimet, të mos e humbin viralitetin e këngës, Fifi e ka patur shumë të nevojshme dhe shumë, do me thënë, serioze, për ta nxjerrë këngën në kanalin e saj, do me thënë për ta rikthyer apo për ta rihapur këngën, sepse kënga nuk ka qenë e fshirë, këtë kam thënë disa herë, ka qenë privat, nuk ka qenë e fshirë. Tani në Instagram Egli është bërë tak, që kjo nënkupton që Egli ka përfunduar marrëdhënien dhe i ka marrë lekët që i ka dashur dhe këtu mbaron gjithçka dhe me të drejtë në këtë formë Fifi mund ta publikon këngën pa problem në kanalin e saj. Me thëmë pa asë një problem mund të nxjerrë në kanalin e saj, dhe kjo gjë tek Egli mbetet thjesht si një eftuar në këngë dhe Egli tashmë vazhdon rrugtimin e saj. Tani do të shohim, a do të shkon Egli me SBS-in, apo do të shkon me 316, siç u premtua ditën e djeshme nga ana e miqtë të Gjestit. Me thënë tani është një lloj lëmshi përzierje që po ndodhen, okej, që e ka bëri çik edhe për marketing dihet kjo, por thjesht faktin, do me thënë, në momentin që Fifi ja jep atë që Egli e kërkon në anën financiare, automatikisht kënga është publike. Dhe kështu ka ndodhur, më falni. Fifi është ajo e cila në Instagramin e saj ka publikuar videon e këngës, ndërsa Egli në çdo gjë është e bërë tak, që nënkupton baba i kësaj kënge mbetet Fifi. Do me thënë, Egli ka marrë atë që ka dashur, Fifi me të drejtë lançon këngën YouTube, nuk ka asnjë lloj problemi dhe kënga vazhdon. Tani a do vazhdojnë projektet së bashku, kjo mbetet një pikë pyetje shumë e madhe.